Një raketë lëshuar nga Jemeni drejt Izraelit më 4 maj ra afër aeroportit Ben Gurion, aeroportit kryesor ndërkombëtar të Izraelit në Tel Aviv. Për shkak të sulmit, autoritetet ndaluan përkohësisht trafikun ajror. Ushtria izraelite tha se po heton rënien e predhës të lëshuar nga Jemeni që përfundoi në afërsitë e aeroportit. Disa njerëz që ishin në aeroport publikuan video të incizuara me telefona që shfaqin tym të zi në afërsi pranë një avioni dhe ndërtesave të aeroportit. Shërbimi i emergjencave në Izrael tha se nuk ka raportime për lëndime serioze. Një burrë dhe një grua pësuan lëndime të lehta dhe u dërguan në spital, ndërsa 2 të tjerë u trajtuan në vendngjarje. Autoritetet e aeroportit thanë se predha ra në një rrugë afër parkingut të terminalit 3. Ministri i mbrojtjes i Izraelit, Israel Katz, kërcënoi se kushdo që do të na godas, ne do t'i godasim 7 herë më fuqishëm. Rebelët jemenas Houthi që mbështeten nga Irani dhe që janë të shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, kanë sulmuar Izraelin me raketa dhe dronë dhe po ashtu kanë sulmuar anijet në detin e Kuq, duke thënë se po veprojnë në solidaritet me palestinezët për shkak të luftës në Gaza.